së bashku, por me ndihmën e shefave. Me mua sot shef Klajdi Hyka, mirëmëngjes, mirë se vjen, kënaqësi që jemi së bashku. Të kemi larguar nga vendi i punës për të përgatitur një recetë interesante për ne dhe ti më ke thënë që në fillim është një recetë ndryshe. Çfarë gatuajmë sot? Sot unë kam marrë një recetë ndryshe nga shefat që ti kam marrë këtu. Pa më thuaj, cila është receta? Sot kam zgjedhur të gatuaj gritharaqe me faqe viçi. Nuk është gatuar ndonjëherë, mund ta konfirmoj, është e pa gatuar më parë, të paktën në 7:05 Televizion Plus. Si e përgatisim, çfarë na duhet? Na ndihmo ta kuptojmë. Gritharaqi, po shpjegoj pak të pjesën e gritharaqit. Gritharaqi është një makaron në formë rizi. Në greqisht është pjatë greke, në greqisht i thonë el. Po, është praktike, zonjat e përdorin në shtëpi dhe ka produktin njohur, me çfarë e gatuan ti ndryshe? Shumë e shishme si pjatë. Shoj gjalpin? Po, unë kam zgjedhur sot të përdor gjalpin, pecorino me tartuf, faqet e viçit, bulion pule, ose lëngu i kockave të pulës për shije, nuk kam përdorur fare ujin. Ti do na po? Edhe tartufin. Ti do na shpjegosh pak edhe faqet e viçit se si janë para përgatitur nga ty për t'ia treguar dhe anvisave. Po nisim nga puna menjëherë, edhe na shpjegon rrugës, si thua, nga nisim. Do ndrojmë mendet më duket. Duhet kalosh ti në këndin. Sepse do të përdor tiganin. Si fillim unë do ta nis me gjalpin. E kupton? Do ta kaloj pak gritharaqin. Të ndihmoj edhe unë për të realizuar recetën, për të ta ofruar produktet. Do ta kaloj pak gritharaqin në tigan, ta skuq, sepse edhe ajo merr ngjyrën edhe ato janë krokante. Dhe ndërkohë do ta ndesim sobën, ndërkohë që ne po gatuajmë. Mos harrojmë që duhet të na shpjegosh edhe pjesën e faqes së viçit, se cila është specifika që e bën kaq të veçantë përgatitjen e kësaj recete. Faqet e viçit janë shumë të shijshme. Dhe do vijoj menjëherë me përgatitjen e makaronit el, na shpjegoj pak më parë shumë mirë Klajdi se çfarë është. Tani, kjo është etapa e parë apo jo Klajdi? Do duhet një tjetër tigan, unë po shkoj ta marr menjëherë. Do tigan që të kaloj pak faqet e viçit. Dhe të na shpjegosh edhe marinimin e tyre tani. Unë do të vijoj pak me skuqjen e gritharaqit. Se si shikoni, përgatitja është bërë shumë më parë nga shef Klajdi. Klajdi, sa vite u bërë në kuzhinë? U bëra 4 vite. 4 vite. Kryesisht, çfarë gatuan ti më tepër? Më pëlqen shumë kuzhina azjatike, meksikane, por këto kohë të fundit jam specializuar më shumë te mishi. Po. Je mirë. Jam fokusuar, po. Jam fokusuar më shumë te mishi, nga këto mishët e shtrejtë, duke filluar nga ribaj, fileto blekan, skobe. Pra edhe ti mund të pyes për pjatë më të kushtueshme që mund të gatuar. Sa kushton pjata? Është kobe. E shtrenjtë. Kobe është një mish japonez që vjen nga Japonia. Është një lloj mishi që lapa rritet vetëm natyrë, në ajër të pastër, edhe kostoja sa është? Kostoja është 100 gram 80.000 lekë. 80.000 lekë për 100 gram. Dhe kjo është pjata me të që edhe kur i japim përfundimin për shembull që e vrasin pa mendje, që mos i prishet gjalli. Kjo është mënyra për të përftuar edhe mishin dhe për të patur të pjatë kushtueshme. Ndërkohë, ne kemi nisur me fazën e parë të skuqjes, gritharaqin që t'i japim edhe krokantën edhe shijen. Është si formë risottoje duke, ti na tregove pak më parë. Baza e një risottoje, po në këtë rast gatuar me, mos të harroj, me faqet e viçit, edhe të marinuara më parë. Do më tregosh pak për marinimin që ke bërë, se kemi folur deri tani. Faqet e viçit... Çfarë kanë specifik ndryshe? Faqet e viçit i kalojmë në tigan. Po? I marinojmë si çdo gjë që marinohet mishi, për shembull, që jep karrotë selinot. Edhe i skuqim, i japim një faqe, shije, edhe i shtojmë verën e kuqe. E qartë. I ziejmë pak në tigan, që t'i hikë sepse vera ka atë aciditetin. Dhe kjo është mënyra se si përgatiten faqet e viçit, marinimi para prak për recetën që ne kemi. Kjo është për ta lehtësuar kohën dhe për ta patur përgatitjen më të shpejtë në kuzhinë. Ndërkohë do i lëm kohën e duhur? Po. Për të përgatitur, sepse thamë që është baza e një risotto, po kemi përdorur gritharaqin, e cila është një mënyrë e mirë gatimi, se është dhe më shkurtër në kohë. Sa minuta mund të na duhet? Maksimumi 15 minuta. 15 minuta. Nisim menjëherë nga përgatitja edhe e faqes së viçit. Po, e thamë si marinoj. Për ta kaluar dhe në tigan. Të ndihmoj me sobën apo ja ke marrë dorës? Sepse jeni mësuar me tjetër mënyrë gatimi në kuzhinën tuaj.
Leti, më trego pak, sa e letë është të bashkëpunosh në kuzhinë me miqtë e tu, me kolegët e tu, apo është më mirë që ti kesh raportet e ndara? Pra, jeni miq ju shefat e kuzhinës me njëri tjetrin? Është mirë që të bashkëpunojmë gjithë, që edhe... Të keni një frymë të mirë? Po, është mirë që të bashkëpunojmë të gjithë, po edhe përçarjet në kuzhinë, fjalët e tepërta, nuk janë të mira. Nuk janë të mira. Ke patur të një shef të mirë mbi krye? Po, unë kam pasur një shef, kam punuar me 2-3 shefa, po shefi që me ka pëlqyer shumë edhe shumë gratë lartë, është Gjurë Zguro. Kam punuar edhe me shef Sajmirin, që e kendi marrë këtu në emision. Po, e përshëndesim. Edhe këto janë 2 shefa që unë... Ke punuar dhe ke marrë nga secili. Një këshill që ta kanë dhënë në kuzhinë për cilën ti gjithmonë e kujton edhe mundohesh në punën tënde mos ta harrosh kurrë. Dërkohë nisim edhe gatuajmë edhe flasim. Tani ka shumë fjalë të mira që këto 2 shefa mi kanë thënë, po eksperienca. Eksperienca është ajo që ty të përsos në atë çka bën. Po, eksperienca dhe korrektësia në punë. Dhe i korekti? Po. Je gjithmonë korrekt. Po. Orari... Duke që nuk hezitove në përgjigje, po. Jo. Çdo gjë korrekte. Mirë, kjo është disiplina është hap i rëndësishëm për çdo profesion të mundshëm. Ajo e përsos edhe talentin, sigurisht. Mirë, do nisim nga puna me faqet e Viçit? Faqet e Viçit do i kalojmë në Tigan. Okej. Ti shkrim. Sepse... Për të bërë salcën në trajton e duhur? Po, patjetër, do ndrohemi. Kalojmë. Edhe unë do ndihmoj pak, sa ti vetëm më thuaj se çfarë të duhet dhe unë të ndihmoj. I kalojmë këtu. Faqet e Viçit, siç tani i kalojmë dhe në furrë. E ulim pak temperaturën. Në furrë i kalojmë sepse faqet e Viçit do të shkrihen, a kupton? Marrin atë shijen e dur, aciditetin e alkoolit, e fshin, i marrin veç atë shijen. Nuk janë shumë forta, këta. Dhe unë do të ndihmoj këtu. Për ta lehtësuar punën, kjo është e përgatitur, ti ke zgjedhur që na kurse shko dhe ndaj e shpjegove edhe pak më parë marinimin në mënyrën e duhur që zonja ta përgatisin. Është një pjatë moderne. Nuk kemi të bëjmë një pjatë tradicionale. Jo, është një pjatë moderne. Me të cilën mund të prezantohesh mirë edhe kur pret disa miq në shtëpinë tënde, apo jo? Tedi, më trego pak, ke një pjatë në cilën krenohesh? Thua, kjo është pjata ime më e mirë, me të mund të mburrem kudo kur shkoj. Apo diçka që ti gatuar më me zemër? Se besoj të gjithë kanë zgjedhin një pjatë të veçantë. Ka shumë pjata që ti gatuan, që krenohesh, por? Më shumë jam i specializuar te mishi. Te mishi? Është kjo një nga pjatat e preferuara, besoj. Një pjatë tjetër që e veçon? Para në trego pak. Jam shumë i mirë edhe të ëmbëlsirat. Edhe të ëmbëlsirat. Cile nga ëmbëlsirat? Të ëmbëlsirat jam më shumë të këto modernet. Pa na e thuaj se ndoshta frymëzohemi edhe ne. Edhe gjejmë një moment të dytë për të patur jesë tjetër nga ti, por ëmbëlsirën në këtë rast. Të ëmbëlsirat janë më shumë të krem karameli, ekmeku, mus çokoladë, i kam shumë qef. Por edhe Europës me sa duket, kështu që pas ke gjetur pak nga gjithçka. Po, gjithë. Po nga gatimet shqiptare, cili është i preferuar ju për konsum tani po pyes që ti, ndoshta provuar në shtëpi, me një baklava apo ndonjë. Gatimet shqiptare që e kam pasur me shumë qef është fasulja. I gatuan? Po. Kene një hile? Sepse e hëna vjen shpejt dhe të gjitha familjet të përgatisin fasullet. Vetëm fasullen e kam pas bërë me shumë qef në shtëpi. Pse? Apo do shta ke gjithë mënyrën për ta gatuar? Kush i përgatis më mirë fasullet në shtëpinë tënde ti, apo? Me thënë drejtën fasullen ma ka pas mësuar gjyshja. Gjyshja nga mami e ka pas shumë qef edhe ajo e gatun të më mirë. E gatun të më mirë, dhe ti ja ke marrë recetën. A ty kuptove ndoshta që kuzhina ishte dhe pasion yt? Pra, nga gatimi në familje? Nga gjyshja kam pas më shumë. Nga gjyshja? Po, nga gjyshja. Ajo ka pas qenë shumë e pasionuar pas kuzhinës. Edhe në shtëpi ajo gjithmonë gatunte, apo. Dhe ti ishe mësuar që në shtëpinë tuaj gatuesh në këto receta kaq të mira. Në çfarë moshe e patë kontaktin e parë për të gatuar?
Me kuzhinën, me gatimin, me ide që unë po shkoj dhe po gatuaj diçka vetë. 15. 15. Çfarë ke përgatitur si fillim? Apo? Tjetë, në gjithmonë që ne merë gjithë praktikantët që fillojnë kuzhinë, kanë sistemimin, larjen, estetika, është e gjithë. Nga fillimi. Po nuk mësove estetikën... Shumë shefa kuzhine më kanë thënë që ka nisur dhe nga larja e pjatave. Pra, një rol të vogël në kuzhinë për të mbërritur këtu ku janë sot dhe kjo është shumë e bukur për të kuptuar gjithë rrugtimin e tyre. Unë se kam nisur nga pjatja e larje, po kam nisur nga larja e spinaqit. Po, e ke nisur nga një element i vogël, po që ja ku jemi sot flasim me një djalë të talentuar në kuzhinë. Nga ka... Në këtë kohë, kuptas, nuk është se nisin më nga pjata e larve, si që ka qenë atëherë, kuptat, ashtë është pak më, është zhvilluar pak më shumë, kupta? Dhe kemi nisur mirë nga puna, sepse kemi bërë gati të 2 etapat më të rëndësishme të përgatitjes së kritharaqit, e the mirë kritharaqi, me faqet e viçit të marinuara në mënyrë perfekte nga Shef Klajdi. Ne folëm pak edhe për përvojën e tij, mësuam pak edhe rrugtimin që ka bërë deri tani, por mua më pëlqen që ti shkon tek tradita, tek pjatat e thjeshta për të treguar që si gatuhet në familje me dashuri, patjetër që kujtimet mbeten shumë të mira. Tani kemi bërë deri tani zgjerrjen dhe jemi drejt fundit. Mendoj që do të shtojmë kryp piper. Kryp dhe piper, unë po të ndihmoj, do e bëjmë matje me sy. Po. Mos na zgënje. Sa mirë, se ke ide që mund të të zgënjej në kuzhinë, po s'ke faj. Çdo gjë është shumë preciz. Çdo gjë është precize. Unë nuk po shtoj më, mendoj që kam bërë herën e duhur të krypës. Jam në test, mish, jam në test. Çdo gjë në kuzhinë duhet shumë precize. Nuk ka... Jam një ndihmëse e mirë, koha ka treguar që jam një ndihmëse e mirë. U bëra një sezon të tërë që ndihmoj gjithë shefat tu, shumë me besoj që ka mësuar. Mendoj që të shtojmë pak edhe nga lëngu i faqeve të viçit, të japim pak atë shijen, pak atë ngjyrën e errët. Ti dhëna edhe më shumë shije, unë do marr një lugë me një herë, nëse më ndihmon. Po, sjellë ke lugën këtu, përdorim këtë lugën. Okej, përdorim atë lugën. I shtojmë pak nga lëngu i salcës me të cilën janë marinuar faqet e viçit. Okej. E mbajmë pak, sa të shkryet edhe... Ja, kjo është një gjë që unë nuk du të bëjnë kuzhinë dhe nuk e provoj asnjëherë. Do ta mësoj. Ja, sa mirë Klajdi është pozitiv. Po ta praktikosh, do mësosh. E shikojnë që Klajdi është pozitiv, nuk të thotë që ti s'e mësot kurrë këtë gjë. Dhe ky lloj pozitiviteti u duhet në jetë. Askush s'ka lindur i ditur. I ditur, po të gjithë kemi mësuar nga pak rrugës. Të ndihmoj tani për kalimin? Po, do vendos ti. Po, thash vetëm të vendos bazën, se pastaj montimi final nuk e bëj unë as pak, se nuk kam ndërmend të marr asnjë merit për këtë pjatë tënde. Vetëm mos e mbush plot. Jo. Mos me derën gjys. Të ketë pa. Të shtoj edhe pak. Okej, shtoj. Dhe pak fare. Jo, shtoj edhe pak. Jemi tek. Ta ketë pak atë syren, shtoj edhe pak. Shikoni që jam e kujdesshme, po mundohem të gatuaj gourmet. Okej, super. Se kemi shefin jashtëzakonisht përgatitur, e nuk duhet të zhgënjejmë në asnjë moment. Dhe ndroj mend tani sepse duhet ta bësh ti montimin final të pjatës. Okej. Mendoj që do të vendosim faqet. Kritharaqi me faqet e viçit, me një salcë të veçantë, marinimi, me tartufi në shtuar si element shijimi por dhe arome. Dhe kemi risotto në thonjza, e them edhe një herë më të veçantë që kemi patur ndonjëherë. Vërtet një pjatë unike, moderne, e sofistikuar do të thoja unë shijimi për të gjitha zonjat që po na ndjekin. Duket si zakon, por nuk është as pak e zakont. Nga lëngu kësaj, ta ketë pak atë kremon së keqës. Okej. Pjata është në përfundim. Mendoj që do të shtojmë pak tartuf. Tartufi është gjithmonë tek mishi. Shkojnë mirë gjithmonë së bashku. Shko tek mishi shumë. Në shijim dhe aromë. Po. Edhe dështojmë edhe pak vaj ulliri. Patjetër, rrim te produkti ynë shqiptar. E fundit prekje që bëhet nga Shef Klajdi, tham që është recet shumë e sofistikuar, shijimi dhe moderne. Tartufi jep shumë shije. Pra nuk është vetëm një element dekori. E përdor shumë tartufi. Në çdo pjatë mishi e përdor shumë. Ka elemente të mira edhe tek peshku, po tek mishi është kryesor. Dhe duket pjata bukur, duket më moderne në prezantimin final të saj dhe pak vaj ulliri se kemi vaj ulliri të vendit. Super. E kemi vaj ulliri jugu. Dhe pjata duket e bukur. Mendoj që pjata është në përfundim. Është e plotë. Ja lejmë shijes
Zonjat që po na ndjekin me siguri kanë shënuar gjithçka me laps e letër, po sigurisht që programin tonë e gjeni edhe në YouTube për të patur mundësi që t'i rikthehen për të ndërtuar këtë recet. Kledi, ke bërë një punë të paqme. Më falenderoj shumë. Dhe unë të sugjeroj që të zgjedhësh edhe një pjatë tjetër me cilën mund të prezantohesh në 7:05 në ditën e vijim se jo për të na treguar çfarë mund të përgatisim tjetër në shtëpinë tonë. Pjatë shumë ndryshe. Çfarë të mendosh ti që duhet që anvisat ta provojnë patjetër dhe ta shikojnë përmes ekranit. Kënaqësi dhe të uroj më të mirat suksese. Shumë faleminderit. Shifemi. Patjetër do shihemi takimin e radhës, ndërkohë me publikun do shihemi po nesër në 7:05.